Ish burgu i Spaqit në Mirdit u kthye në një vend pelegrinazhi dhe kujtese. Pas dekadash në vendin ku vuajti 12 vite burg gjatë regjimit komunist, u rikthye eminenca e tij kardinal Ernest Simon Troshani. Me të mbërritur atje, ai vizitoi ambientet ku ishte mbajtur i burgosur dhe u ndal pranë fotografive të ish bashkëvuajtësve, duke kujtuar vitet e persekutimit dhe sakrificën e qindra të dënuarve politik. Më pas, kardinali kremtoi meshën e shenjtë në oborrin e ish burgut, në praninë e ish të përndjekurve politik, besimtarëve të shumtë, përfaqësuesve të komuniteteve fetare dhe politikës. Në mesazhin e tij, ai rikujtoi momentin e arrestimit të dënimit, si dhe u bëri thirrje shqiptarëve të jetojnë me besim, të jenë më pranë Zotit dhe ta duan njëri tjetrin. Fjalë fakta natë e Krishtlindjeve 63-shit, mos e thash shpreshin, tanë popullin mesh, 4 vetë, punë hevura, që më shtelma, në më popull, i dënon për vardëtarë. Arsyeja, që kishtë të thanë që po thanë sot popull, jena gjithë bitë e Zotit. Krishti është babi i gjithë njerëzimit, i gjitha njerëzve, gjitha feneve që janë, ka dërgjakun për gjithë njerëzit. Jo vetëm për katolikët e këshanë, për marë botën. Jeni bitë e të madhë Zotë, me dashtë janë tjetërin, me dashtë atë dheun, me më për të vërtetën, me përhapët vërtetën, e me nga shpesat e jetë. Kur peshkatari gjenë pesh të mbajt mje, po gjenë dhe pesh tjera. Kur vinë Krishti, angjujt kanë me i da, peshqit të këqin veti, të mjetën veti. Teksa e konsideruan Spaqin si simbol të qëndresës komuniste, përfaqësuesit e ish të përndjekurve politik, pushtetit vendor dhe dioqezës së Rrëshenit kërkuan më shumë vëmendje për vuajtjen e ish burgut të Spaqit, i cili prej vitesh vijon të degradohet. Ky sit këtu nuk duhet humbet, nuk duhet shkatërrohet. Sepse po shkatërru brezat e ri që nuk e kanë jetu të thonë, s'ka në asnjë gjë. E kjo do t'ishte fatkeqësia më e madhe, sepse ajo që harrohet përsëritet. Ajo që harrohet përsëritet. Edhe nëse përsëritet sot, përsëritet mas 20 vjeç, jeni të sigurt për këtë gjë. Sepse e keqja është si grami. E ka rrojën këtu për i del koka dikun tjetër dhe shkulet me zor. E keqja, kështu që komunizmi ka qenë një e keqe për këtë vend, ka qenë një gram, ka qenë një kancer për këtë vend, dhe ne duhet ta ruajmë këtë vend pikërisht për të kujtuar se sa i keqe ka qenë, e shpresojmë që të investohet që ky vend të bëhet një vend memorie. Në shenjë mirënjohje për jetën e tij të përkushtuar dhe dëshminë e besimit përballë persekutimit, kardinalit 98 vjeçar u dorëzua një certifikat mirënjohje dhe një dhuratë simbolike me emblemën e Spaqit. Në këtë ditë nuk mungoi as mesazhi i Atit të Shenjtë, Papa Leon XIV, i cili u lexua gjatë ceremonisë. Vëllai nderuar, me një mallëngjim të thellë bashkohem shpirtërisht me eminencën tuaj dhe me të gjithë ata që janë ndedhur në ish-kampin e burgimit të Spaqit, ku ju ktheni pas kaq vitesh për të kremtuar Eukaristin, sakrificën e Krishtit e cila e shndërroi kryqin nga shenjë vdekje në premtim jete. Ai vend i gdhëndur në kujtesën e popullit shqiptar mbetet një prej faqeve më të dhimbshme të historisë së tij. Spaqi ka qenë një vend ku shumë njerëz kanë mbartur kryqin e rënd të padrejtisë, gjaku i atyre që kanë vuajtur dhe kanë vdekur mes atyre maleve, e ka ujitur atë tokë duke e bërë një dëshmi të heshtur besikrie, guximi e shprese. Sa shumë lutje do t'jenë ngritur drejt qiellit nga ai vend, sa përgjërime janë përshpëritur në zemër, sa shumë njerëz të shënuar nga mundimi dhe privimet ja kanë besuar Zotit shpresën e tyre të fundit. Memoria na kujton se asnjë zinxhir nuk është aq i fortë sa të burgos një ndërgjegje të ndriçuar nga ungjilli, asnjë nat nuk është aq e gjatë sa ta pengojë agimin që Zoti përgatit për bijtë e vet, dhe asnjë burg nuk është aq i thellë sa ta ndajë njeriu nga dashuria hyjit. Bashkohem në lutje për ata që kanë vuajtur dhe kanë vdekur në Spaq, që kujtimi i tyre të mbetet i gjallë dhe të jetë për brezat e rinj një thirrje vazhdueshme për të respektuar dinjitetin e pacënueshëm personit njerëzor, vlerën e lirisë dhe angazhimin për paqen. Të gjithë pranishmit ja besojnë ndërmjetësimit të sëlumës Mari Virgjër, nënës së shpresës, dhe duke ju siguruar se do t'ju kujtojë në lutje, i jap me gjithë zemër eminencës suaj dhe gjithë pjesëmarrësve në kremtim bekimin apostolik të kërkuar.